Sot shënohet përvitoi 27 i nisjes së bombardimit të NATO-s mbi bazat ushtarake dhe policore serbe në ish Jugosllavi për të ndalur dhunën e forcave serbe kundër shqiptarëve në Kosovë. Bombardimit nisën me 24 mars 1999 dhe zgjatën 78 ditë. Ato nisën pas përpjekjeve të dështuar të komunitetit ndërkombëtar për ta bindur ish liderin serb Slobodan Milošević për një armpushim. Nëse presidenti Jugosllav Slobodan Milošević nuk është i gatshëm të bëjë paqe, ne jemi të gatshëm t'i kufizojmë aftësitë e tij për të bërë luftë kundër kosovarëve, pati thënë presidenti i atëhershëm amerikan Bill Clinton. Më pas ishte sekretari i përgjithshëm i NATO-s Javier Solana i cili autorizoi sulmet ajrore. Kjo fushat përbënte herë e parë që NATO-ja e përdorte forcën ushtarake pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Fushata përfshirë rreth 1000 avion që operuan nga bazat ajrore në Itali dhe Gjermani, si dhe aeroplan mbajtësit e vendosura në detin Adriatik. Avionët kryen mbi 38.000 fluturime, prej të cilave 10.484 fluturime sulmuese pa asnjë fatalitet në mesin e aleatëve. Lufta përfundoi me rreth 13.000 njerëz të vrarë, me mijëra të zhdukur, mbi 1.600 prej të cilave mbeten ende të pagjetur, me qindra mijëra refugjat, shumica e të cilave u kthyen, dhe me mijëra prona të dëmtuara ose të shkatruara.